Vajza ime ka qenë e martuar, edhe thot, nam, thot, amanet thot djalin. Babi im ta meriton ta burgun. Ka hapur plagë mbi plagë. Kur ka hyrë brenda dhe i ka thënë, doktor, unë nuk kam viroz. Përshëndetje miqtë dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni unë kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme në live-in tim do të hap dritaren për një nën, ai quhet Drita dhe është nga Korça. Një nën që është plagosur përpara 5 muajve, pasi humbi nga kjo jetë vajzën e saj, Drinedën, në kulmin e moshës së saj. E re, kishte një djalë të vogël. Përpos kësaj dhimbje kaq të madhe që kjo nën ka përjetuar dhe po përjeton dhe dhimbja do të jetë e madhe derisa ajo të shkojë atje pranë, sot po haset me problemet me ish dhëndrin, zotin Edvin Avdia. Çfarë ka ndodhur në të gjithë këtë histori do të jetë zonja Drita që do na i rrëfej ditën e sotme, kështu që hap dritaren dhe e ftoj. Drita, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje dhe nga Korça. Ju falenderoj nga thellësia e zemrës që pranuat një nën me shpirt dhe zemër plagosur. Ka 5 muaj gjysmë që më ka ndruar jetë vajza ime Drineda. Të gjithë Shqipëria e di historinë e Drinedës time. Ka qenë mësuesja nga Bilishi që kërkoi ndihmë në televizor në ftesën e 5 që vuante nga leuqemia akute. Është vajza juaj, unë e kam lexuar këtë lajm përpara 5 muajve. Vajza ime ka qenë ndarë nga bashkëshorti, ka qenë e martuar. Nga martesa ka ardhur nipi i mrekullueshëm. Më ka lënë një thesar që nuk ka çmim për atë thesar. Shkoj 2 herë në ditë e varri vajzës time. Ka ndëgjoj zëri, po nuk më kthe përgjigje. Dhe në 2020 e ka marrë Drinedën në shtëpi në korrik të 2019-s. Tash nda nga bashkëshorti dhe me datë 22 janar 2020 është ndarë me gjykat. Po. Kur ka ndarë me 2020, në fjalë 2020-ën, kemi lanë prokur avokatës tonë, që ka pasur sinqal Drineda, se atëherë Drineda ndodheshte në spital në Tiranë, kur e morën vesh për sëmundjen. Edhe po bante kimioterapit në Drineda. Djali ju la Drinedës time për rritje për edukim. E qartë, gjykata vendosi që kujdestarin ta mbante nëna e ndjera sot, ndërsa babai sigurisht i ka lënë të drejtat e takimit dhe detyrimin ushqimor. Dhe ish bashorti mua ma ban vajzën të ngjallur, fiks 2 muaj e 10 ditë, sikur ashtu vetë Drineda ime dhe ka pas deklarim që ka humbur lejet qarkullimit. Ka hapur plagë mbi plagë. E dashur Drita, vajza juaj e ndjer më tregove që u nda në vitin 2019 me bashkëshortin e saj. Po. Dhe kishin në 2020, 22 janar 2020 ligjërisht. E qartë. Në korrik 2019-s u largua nga shtëpia. Mori fëmijën dhe u largua. Çfarë ndodhi mes asaj dhe bashkëshortit që ajo u largua nga shtëpia e tij? Dhunë fizike, psiqike, me fjalë kam të gjitha të deklaruar, ka deklaruar vetë dhe vajza ime në Vinte i alkoholizuar, të gjitha i kishte. Vinte i dehur në shtëpi, në mes të natës dhe ma rrinte vajzën time. Kisha rikshësi dhe telefonin vajzës time që mos kërkote ndihmë mua, në gjatë familjes apo policisë. Kam pas vitin, batën e na ime 1 vjetori në nëntor në Shkodër, që unë jam e martuar me fjalë këtej në Danglindë. E qartë. Po me Regjin jam nga Veriu. Shkodrane. Edhe më thotë o mami, thotë do vitët edhe unë, thotë nesër, thotë do marr, thotë djali, thotë edhe shkojmë sa shune ti dhe djali, thotë mirë thash Drineda, në çfarë do nisi për ora 10 mam. Mirë thash unë Drineda, pritun, s'ka, i bie telefonit në ditë i fikur i vajzës, e po thash unë do ik, thash se nuk arrin ato pastaj të Shkodrës, se njëse Shkodrës autobusat. Unë duke ikur në fjalë për të pogonat e Bilisht Korç, Tiranë,
E shikoj vajzën të më shtjedh me shau. E them, o Drineta, po ti çfarë ma të shau me nanta më? Ose pse ke fikse telefonin? E kam takuar në farmacia Eriola në Bilisht. Mami e tha, mjanë basa grykët ta dhe prandaj sa kam vendosur. Mirë, po telefonin? Do të tregoj sa pastaj ta mami e tha, po isa se do të vonohesh. Po nuk do vish ti? Jo, tha, nuk do vi. Vinte sa e me fëmin, vajza më thoshte djali, nana, unë dhe mami kemi sekrete. Thosha, tregoj thosha, ishte me një 5 vjeç. Thosha, tregoj thash nënës sekretet të zhën. Po tregoj thash mua nuk janë sekrete ato. Sa vjeç nipi ishte në ato kohë kur të thoshte gjyshe unë kam sekrete për të që mbaj? 4 e gjysëm. 4 e gjysëm. Ja 5 sere. 5 vjeç të zën. Kemi, tregoj thosha nënës, jo thoshte mua se, po tregoj, nuk quhet sekrete. Aja është një fëmijë inteligjent. Le të themi që ai fëmijë është një fëmijë inteligjent, është një fëmijë shumë i zgjuar. Një fëmijë që ishte rritur në dhunën e babait dhe që donte të fliste fëmia me ju. Kishte të kryer vetë në polici fëmia, në atë moshë. E kisha të ndarë, edhe pse kisha të ndarë Drineta kisha marrë në fjalë në shtëpi, ka qenë nëntor. 8 orë nëntor, me pjasor kishte filluar. Kishte mësim që në punë, vjen nga puna e vajza nervozuar si kishte dalë përpara. Kishte dalë përpara. Dua unazën. E kishte thënë vajza, unë atë ditë që unë do bëj ndarjen, do t'jap unazën, nuk më den unaza jote. Erdhi vajza me nerva, djalin unë e kisha në Belgjik. Edhe thot, nan, thot amanet thot djalin. Ku do vesh, Drineta, ku do shkosh më nan? Amanet djalin, e ka marrë ti mbjen telefon, England, mere kam thënë Drineta në telefon se nuk e di çfarë ka. Shumë e nervozuar, vetëm tha tash që amanet më tha djalin që o ai ose unë. Se ki dalë përpara. Ja kishte ndjerë edhe krahun si që kishte kapur vajzën me forcë. Të mërshme. Edhe kur kam shku në polici, ka qenë nëntor kur kanë qenë tërmetet. 2019, që kishte filluar tërmetet. Po. Kam shku në polici, e më thot im nipna, se do vi sa do një, që je i voskë, thëmë ti, jam punë për të mëdhin. Do i edhe unë, hajde nene ta manë, sa din të është në makinë të është djalin. Dhe do vi sa brenda, hajde more në brenda, do risha shurt. Edhe i thot, shefit e policisë. Thot ti do që polici do plasë, thot unë, thot, jo, thot a i se ti i vogël, thot, dhe jo, thot unë do plasë, djali shkon të klasë e parë, në atë kohë kur filluan të debatet e dhunës, me fjale, nësi kisha marrë vajzën unë, i thot ti, a shkon në shkollë? Po, thot klasë e parë, si quhesh, ja ta emrin. Po babi im ta meriton ta burgun. Edhe janë të shkruajta me fjalë të gjitha dhe kanë qenë dëshmi kur janë ndarë. Se tha babi im ta pi. Ka artha natën, ka kapsa mamin ta këtu mrapa, tha zbarza. E kam shtjesa me kuvert dhe ka dash ta mbyste mamin. Këto gjallë nuk i kam ditë. Nuk e kam ditë, se nuk më tregonte as vajza as fëmia, se thoshte kemi sekretet me mamin. Pra, ju nuk keni qenë në dieni që ai e dhunonte? Jo. Unë kam qenë në dieni në vitin 2014, ka qenë një vit e gjysëm nipi im, e jama ndodheshte në Athinë te Bia, pra ish Vjera, dhe më thot më merr telefon, mami thot, do vish të marrë së shërkidin, më mbash pa nipin. Po me në ndashmë se nuk jam ka mirë. Në atë kohë ka qenë gripi i shpendeve. Sa po kishte dalë gripi i shpendeve. Virozat. Po, ka qenë ditë e diel. Bashkë pazar në Bilisht, njën në ja bashkë pazar. Edhe unë thash ja, thash erdha. Vata me brak, të marrë nipin. Ky ma kish mbyll derën o borrit me shur nga brenda dhe s'ma hapte derën. Hape thash derën, ashtë është e gruja ime. Për më thoshte kështu, diçka thash nuk po shkon. Thonë gjithmonë, hynja tamam.
Hape të ndeja është gruaja ime, është gruaja jote pas vajza ime përpara. Hape të ndejen ose do ta shkëmoj sa shumë ndere. Dhe me të policinë thotë që ka ardhur bjera më ka shkallmu dere. Hynë e zgjidh. Atëherë ka marrë vajzën, ka hapur deren, ka marrë vajzën për krahut, ka marrë tip nip nga krah, për ta qurë vajzën në spitalin e Zevollit, me fjalë në spitalin e Bilishtit. O Drineti se mund të marrë mami një taksi muj, që sikur s'ke kemi në Terezi. Jo, thot mam, do të më frica era. E kisha porosit. Drinet, nëse ti mendon, jo të bash, do një gabim për vetvrasje, ti nuk do ish me vajza ime. Për zogja e ke derën hapur. E dashur Drita, atë Si kam thënë kur që e qartë. të shi nuk të mbështesim të tash. Ke qenë mbështetja më e madhe për vajzën tënde të ndjerë në atë kohë. Por Unë, djali im, familja, e dashur të te kemi pasë mbështetje. E dashur Drita, atë ditë që ai Unë Drinetin e ka marrë që ka qenë shtatzën me fëmijën e mesha në shtëpi. Shkosha e mesha mikte, jo thështë nëse njerëzia ndar nga burri. Drineta, Drineta, nuk je bota. Kur vjen koha thash, bota do vi, të pese hire do ik në shtëpi vet. Drineta, je shpirti im. Nuk ke punë ka thamë me botën. Nuk jeto për botën Drineta, jeto për veti ka thamë për të që kënë e barkë. Pra, në një farë mënyrë ti ja ke kërkuar që të ndash nga ai person sepse ishte i dhunshëm, por ajo nga opinioni njerëzve nuk pranoi divorcin. Nuk pranonte. Kur kam shku në spital, dhe i kam thënë doktorit, lutem doktori kam thënë, me duke se të vajza ime në ka kapëm viroza e shpendeve. Dhe thash kam prikë se mos ma ka marrë djali se i jipte për të pirë djalit. Kur ka hyrë brenda dhe i ka thënë, doktor, unë nuk kam viroz, por u kam pirë hapjet e gjitha hapjet e gjyshe, se kishte gjyshen gjallë. Qarë thua thash Drinet, të kam porosit Drinet, nuk ke nevojt bashkëmarrëzira, pse e bere këte? I tash doktorit, duat me vi policia tani këtu. Ka ardhur policia, ka marrë të nënësimin të gjitha. Dhe i thoshte ajo, shefja krimeve që ishte, të lutem i thoshte Drineta, pirmos këtu ta pus brenda, jo se unë jam më nejmi marrë me dashuri. Nuk firmoste. Prape mbronte, se e teshte. Ajo e ka marrë me dashuri burrin dhe sa vite martesë bën bashk? Në Bakarit e fjalë 2013 deri në 2019 6 vjet martesë. Dhe në këto 6 Ka qenë të shpesit e gjysëm djali kur e ka marrë vajzën shyrën. E dashur Drita, në këto 6 vite martesa ajo ka qenë e dhunuar fatkeqësisht. Por çfarë ndodhi atë ditë në spital? Ai nuk ta hapi derën, ti derën e hape me forcë, more vajzën dhe nipin dhe shkove në spital dhe mësove që vajza juaj kishte pirë medikamente për t'i dhënë fund jetës. Çfarë ndodhi më pas? Erë policia, ja ba lavazhet komplet në fjalë që për shfularjen. Po. Edhe i thoshte këti, i piti telefonit, që i thoshte që hajde, thoshte doktorim, të rego që ka përdorur. Nuk vi do të se kam njerëz në shtëpi, më kanë erdhur njerëz. Ore, më të rego, pa dim po që qërë masë do bajnë. Pas pa i pa lavazh, banë shfularjen të gjitha, se shpëtoj vajza. Po nuk firmose se unë zote kam dashët, ne thosh duhemi. Nuk e Ai dënon pas ja kishë mësuar Drinetës, me të thoshte, ike dhe vjen prap, që e kishë mësu opinionin, që thoshte, nuk ndahet, thoshte, ashtë opinioni, nga opinioni, thoshte kjo do vi prap. Por vetë Dhe vajzë. në korrik, dhe me tatë njëse në korrik, që e ka marrë në shtëpi, më ka thënë, mami, të lutem, Virginia i thonë me qera, gjetoj, pse sa në dash me qera, nuk të gjeta shtëpia, kur i thash nëna jote, familja jote, po kam djalin, të kam tanë, djalja është imi, kam tanë, që në parkun e tem, dhe thanë, unë jam për ditat i fëmije. Që në parkun, të ka qënë fëmija në parkun tem, ati fëmije i përgjigjur ne. Vrapoja unë, djali im, e la vajzë zbathur që ishë në spital, se ka qenë fëmije që 6 muaj azmatik.
E dashur Drita, të lutem, mund të më tregosh atë ditë që fal Zotit ajo arriti t'i shpëtonte atyre medikamenteve të shumta që kishte pirë. Çfarë të tha vetë vajza e ndjer atë ditë? Pse ajo kishte marrë këtë vendim fatal? Çfarë kishte ndodhur me saj dhe bashkëshortit? Se të thash, ai e dhunonte dhe nuk e kishte vlerë në shtëpi. Ishte te vajzave, si shkojnë çdo nana te vajzat. E dhunonte. Pra atë ditë ai e ka dhunuar. Ai e dhunonte. Edhe tha, ma mirë një herë e mirë. Po i kam thënë që është e gabuar. I kam thënë, është mendimi i gabuar, nuk ke pse, ke familje në krah. Ke mbështetje. Nëse ne i thoshim Drinet, nuk e punë ma me në tjetër gjë. Ti kam thënë e ke dirën hapur. Mjafton vetëm një zili, kam thënë, ju të më thuash, o mami, hajde merë. Ose mami erdha, mjafton një zili, kam thënë dhe ti. Unë kam thënë shem botën. Botën e shem. Ajo nuk e denoncoi bashkëshortin atë ditë dhe vendosi të rikthesh prapë tek shtëpia e tij. Jo. E mora telefon, i thash doktorit. Do ta thash policin, policia erdhi ishte krimeve, firmos është këtu, ta ndeshim brenda. Jo thoshte ne duhemi. Pastaj i vazhdoi. Vazhdovi, derisa vajza ime tha, mami tha unë do kthehem një herë mirë. Je sigurt aq Drineta që ti do kthehesh? Nuk do shkosh as mas, as ti që më bën sa herë, merr min krah dhe ik? Jo, tha mami. Te rrata jam e vendosur. Te rrata e mbush tha kupen, tha do vi, tha nuk do kthehem, tha ma. Dhe ishte viti 2019 kur ajo mori djalin dhe u nda me të fizikisht. Po, ka qenë fizikisht me datë 29 korrik, kur jemi kthy nga plazhi, kemi qenë në Golem në Durrës në plazh, kur jemi kthy nga plazhi, filloi sherri shamata më tash. Dhe të tha mami tha unë tha kështu. Hajde tash na. Kam shkoj kam marr. Ju shkuat vetë në polici? Ka qenë data 5 maj. Kur kam nis Drinetën për në Turqi, për të bërë transplantin. Na merrte në telefon djalin dhe ma kërcënonte ishte bashkëshorti. Ai nuk e pranonte ndarjen dhe e kërcënonte pasi ajo iku. Jo. Dhe shkoi në polici, më erdha nga Tirana në Bilisht, edhe shkoi i themun, bajtë anoncimin. Dhe më thot zonja Vera, oficerja e policisë komisariatit Devol. Ti sa 1, 2 dhe vjenta, shiko tha mua. Kota bajtë anoncime, ai sa dhuna nuk ka sa krim, se ma kishte rrahur Drinetën. Ka qenë korrik 2020-s, pse po kishte Drineta nga kimioterapia e Tiranës. Të mërshme. Jetonim në Bilisht, akoma s'kishte bërë vajza transplantin. Mami tha, unë sa të shkoj të marr sa djalin te Edi, pra te ish bashorti, se kur ikni me leqim atje, që më janë bashkon të shkollën, se vajza ime ishte në shkollë gjimnazën nga vjetra. Unë burri kisha të sëmur, se burri më vizit djetë edhe t'ja smunja i kiqe. Kushëllime. Pra kam 2 vdekje me një vitit. O thash unë të visash edhe mami unë e dushe, jo tha mami se avajta, ta po në tha me djali, ta do tha djali, tha dhe ta marrë, tha do ikim. Të vi dja vajza s'ka, kështë më vi vajza iq, e ma në telefon, mami tha, jemi tha në komisariat. Pse thash unë morë? E ka marrë vetë fëmija në telefon, komisariatër e policisë, i ka tha në gjagji polici, babi po më vretë mamin. Ku ndodheni të gjënë Gjagibeni, sa është një dyqan, kur rritë lartë. Ka shku vetë punonjësi policisë, e ka gjetur me thojt në fyt. E të mërshme dhe ai person nuk u dënua asnjëherë? Masi kemi bërë rëndësimin, është dënuar 18 muaj, ka bërë me gjykim të shkurtuar dhe u dënuar 13 muaj. E kishte ka për palja dhe kishte bërë 8 muaj burg. Dhe doli. Po. Dhe doli i njëjti avaz. Por kur ai doli nga burgu, e dashur Drita. Por, një minutë, të dashur, me datën 5 maj, po ka përfjet Drinetën, unë shkoj për të rëndësimin, të komisariatit e Bollit. Edhe i them unë që kështu se po më kërcënon të mund djalin.
ish vazhdante të Edvina Avdin kërcënon të djalin me jetë. E me më thot mua Vera, se nuk ka shkrim të dhuna, o Ver, të e thash edhe një herë, që dhe shka kamera, po tha nuk ka shkrim të dhuna, tha. Moj thash, je sigur ti me? Po tha nuk ka shkrim. Po të lumt me Ver, thash te kam prita që dhun. I kam hyn komisariat, mos më kishte erë, i thot, kolegu, qarë bere më i Vera, tha, se kjo sa pa ka nisët vajzën sot të përkurim. Pritë më i Vera, tha, se këte kam prita që dhun. Në atë moment më ka ardhur djali e makinë tek mami, tha, ç'po bën me? Tiru ta rrah tash mami. Tash e me prym thashun. Se dhuna nuk ka shkrim. Vetë zonja tash Vera punonte policisë, tash më tha nuk ka shkrim tash dhuna. E qartë e kuptoj. Të thot punonja policisë që nuk ka shkrim dhuna, çfarë pret nga qytetari ti? E tmerrshme. Çfarë pret nga qytetari? Një punonjës e policie të shprehet kështu. Po, se puri i zonjës Vera ka marrë për niturin e vetë, për djalin e motrës vetë, motrën Edvin Avdi. Janë Krushqi. Të ish dhëndri tuaj. Po, janë Krushqi. Dhe e dashur Vera, çfarë ndodhi më pas? Ti vajzën e more në shtëpi, ai u fut në burg, ajo pa is me urdhër mbrojtje, besoj. Po, edhe mos i ka marrë urdhër në mbrojtjes, është rrah vajza ku kanë nxjerrë videon. Me urdhër mbrojtje ma ka rrah vajzën. Por çfarë ndodhi? Por sa dal nga spitali, nga Tirana, sa kisha marrë fëmin e vet, është rrahur barbarisht me urdhër mbrojtje. Nuk e ka kurrë në punë urdhër mbrojtje drejtës time. Kurrë në punë. Kur nuk e ka marrë në mbrojtje komisariati i Devallit drejtën time. Asnjëherë. Vera, Surja Hoxha, e tjerë mrapa, po shqyr Zotit që janë ndruar. Ishin ndruar të gjithë, ishin ndruar. Shqyr Allah kërëtuan, që janë muslimane, shqyr Allah ishin ndruar, i kishë shpore i dirama të gjithë. Nishte pa shumë qepi. E dashur Drita. Vetëm se nuk i kam parë në burg. Se të këto në timaj të dushin marrë dënim të gjitha me Vere, me Surja, që ishin. E qartë. Dushin marrë dënime. Je një nënë e lënduar dhe kërkon drejtësi për vajzën tënde që u dhënua në mënyrë barbare nga ish bashkëshorti dhe nuk u morën masa për atë person me emrin Avdia. Por dua të të pyes, në momentin që Avni u doli nga burgu, që u dënua për dhunë. Edvin Avdi. Edvin. Ta mbashënim. Edvin Avdi. Në momentin që Edvin Avdia doli nga burgu, vajza juaj e ndjer u rikthye sërish tek ai? Jo. Ata u ndan përfundimisht. Jemi ndarë përfundimisht, atëherë vajza ime ka vajtur të përkërkuar ndihmë në televizor, 5/5. Në Top Channel, po? Po, ju më lodh mënyrë rekord. Para. Shumë që duheshin. Po. Që ndihmuan edhe mesat e mia që i kam një shtetit me shoqet e veta, u hap me pjatë dhe u mlodh. Ju mlodh shumë, e kam një vajzën në Turqi. Kërkovi doktori fëmijën. Po. Dhe ky nuk nava më gënjevi sa do ta jap unë sa prokurën, do të shfinja unë dhe djalim Englanti te vajza djalin, jo tha pastaj tha se ma shisni fëmijën. Nuk e la ish dhëndri djalin e vogël të takonte nënën e sëmurë në Turqi. Jo, se ma shisni fëmijën. Pasi drejta ime ka vajtur në Turqi, ka vajtur direkt me fjalë. Në zyra përfundimore dhe ka thënë që ka ikur pa përshprehjet pushtra pa adres për drejtën time, se tërë Shqipëria e dinte ku është drenada ime. Dhe ai shkoi tek zyra përmbarimore denoncoi. Po. Dhe ka thënë ka ikur pa adres, pushtra, as familja vet nuk ja di adresën se ku është. Familja vet jetojnë në Tiranë. Dhe fëmija im dhe flen ka zanë të plerave. Wow, ndërkohë që ajo nën luftonte me sëmundjen e rëndë. Po.
Dhe atë ditë ka qenë 5 maj, atë ditë po di që kam një zërinetën prandaj, dhe ka thënë zonja Olta, të vi turbi ka thënë se të Shqipëria di se ku është nëna e atij fëmie. Kur ti e ke parë që fëmia rrin ka zontereve, pse s'ka ardhen edhe e ne një fëmijë dhe vinjet e ne? Kur vajza Pse kena kalamarin ka zontereve? Kur vajza ishte në Turqi, kush u kujdes për nipin e vogël? Neve. Sepse Unë kujdestarinë e kishte marrë nëna dhe babai vajti denoncoi, e kuptova. Po pra, ne kujdeseshim. Dhe kur ka ardhur kishte vajtur pa ditë fare në lytë për marrime dhe kishte pyetur se si jeton nipi im. Kishte thënë, as mreti janë mretit nuk jeton ashtu. Të mërshme, por ai nuk pas ka qenë i ri, por fati i keq i asaj vajzës tënde. Më merr telefon mua kryetarja e përmarimet e më thot, më parë thot mua zonja Drita thot, por ka ardhur që ish bashorti i Drinetës, pretendon thosh që Drita ka ikur padres, e kemi baktisur fëmijën, e di që nuk është e vërtet, të lutem ku jeni, se nesër po kthehemi thosh, jem në Shteteku, me timbir, me timnip si me vajzën e vogël. Dhe po kthehemi tash për atje. Ma nxjerr në telefon ta nipin, ta dëgjon të vaj, doli djali, u prezantoi, djali si quhesh, çish quhesh të gjitha. Ku ishe, unë isha tha me nënën, me dajen, me tezën, për të dha mamin për në Turqi, dhe sa isha tha Allahun ta më shëron ta mamin dhe ma sjell pranë meje. E dhimbshme. Për nuk kalan gjab, papa, mbi vajzën time. Dhe pa shpit. Dhe si pas martese, u kthy vajza nga Turqia, me datë 25 shtator. Do iki tha në Shqipëri, se më shkon tha biri i vogël në shkollë, se biri i vogël i thosh, driti zaime, biri i vogël. Shkon dot në shkollë, do t'ja bëj surprizat djalit. Vjen vajza me datë 25 shtator, ky me datë 26 në mëngjes, shtatorit, vjen poshtë pallatit, kurrinja. Po. Duke kërcënuar djalin tim. Drejta ime bashkëtonte me një tjetër. Se ajo nuk ka qenë, kur thane, për bashkëshorte. E qartë, jeta vazhdon, pas një divorci, çdo kush ka të drejtën të vazhdojë jetën e vet, është normale. Po, nuk e pranonte. Ai u bë akoma më shumë xheloz. Imbirja ka dhënë fjalë pasën e vet, dhe ajo nuk kishte ndjenja për burra. Ajo kthy edhe shenjat e gishrivi kishte timbirit, e i thoshte me shaka, shiko thosh shyti motës me bani një gjathot unë thot fusesh brenda aty, thosh se kam shenjat e tuja të gishtave, akoma i dilin shenjat e timbirit, me shaka, vaj me motrën. Vjen poshtë pallatit për kërcënon, donë man telefon policit, i them mati ka që komandant një besim, i them, lutem beso zemon, ka ardhur zemon e të vini poshtë pallatit tim, se ma këtën bajza, po kërcënon të poshtë me jetë, dhe po basash konflikt, tash me tim bir djalin, tash dhe me ergisin, me i bashkëtusin, ka pogoni e ka marrë. Pra, edhe pse ata kishin disa vite të ndarë, ai vazhdonte ta kërcononte, ta përndiqte dhe nuk e pranonte lidhjen e re. Kur s'ka kalan vajzë rehat? Kur? Vjen Fogoni e merr. Do vi sa dëshmore, do vi. Me datë 27 pastaj, mua të thash unë tash do shkojmë tjetën tash në Korçë, ka gjetur shtëpi në Korçë. Se tash shumë kështu tash Drineta tash, do të largohemi tash edhe sherrit. Me datë 27 pastaj, unë atë ditë ka gjetur shtëpi, po largonja rrobat. E qartë. Se për erdhur vajza. Me datë 27, me man telefon komisariatit të Voglit, më thot, o dritot më ku je, thot se thosh punosit tonë, thot s'po gjetat në shtëpi. Po në tash tash Roveco se unë tash do shkoj tjetër tash në Korçë. Po tha, sot në orën 12 kesa gjyq. Dhe në qarë gjyqit kam. Po tha, ishtë dhëndër jot, pretendimi se ti sa e ke rrahur. Të kishte denoncuar. Po, sigur kam rrahur unë.
E qartë. Vinë shpion që të në pazar në vajzën e vogël, thot Nida, ku të shëshëma, nënda do ikë në gjykat, dhe sot të pas ka thash gjyqë, pse thash se Edi ka hapur thash pa di, sikur e kam rrasa shumë. Mam tha për avokate, që duhet thash në avokatën tash, unë s'kam bado një krim tash të marrë thash avokate. Shkojnë në gjykat, ta qitëm. Kish bërë një gërdishtje, nuk e di, kish vajtu kish marrë një raport mjekësor, që jam, kurse të rritës time u rrë barbarisht, po të them, dhe nuk u përgjish komisialit e bollit. Vam atje dhe thot të shi, dua tha ulu të mbrojt, me një heshme tha mbrojtje tha dua, se kjo tha të vrejta gjak të tësita, kjo tha të vrejt. Shiko thashun, po s'ke qenë për të vrata thashun, po s'kisha pas armë thash plumbin në gojë të kisha putë thashun, ty si që mi ke thanë ti vajzës time, plus plumbin në gojë. Unë të kisha putë plumbin në gojë thash ty thash, po nuk kam arme, nuk me thash me njërë si puna jote. Dhe me datën 18 tetor, kam pas shansën e dytë, që ju huq urdhën mbrojtjes. E kërkonte me ngullëm që dua prap, por i tha i gjyqtari, kjo sa jeton në Korçë, kjo sa jeton ta në Bilisht, ç'pu tha ka sa kjo sa me ty. E po shikon sa ka ardhur sa në Korçë sa që t'ju bëta për vete sa dhe ju si shbejsa komisariatin e policisë dhe vollit. E qartë, ai këmgulte që të pajisësh me urdhën mbrojtje ndaj teje. Kjo është e turpshme, por gjykata nuk e pajisi tetorin e vitit kaluar. Vinte vetë kërcënonte në shtëpi, vinte vetë kërcënonte edhe vetë kërkonte urdhën e mbrojtjes. Kjo është më e bukur se ai fillon të shan. Në moment që ti ku të përgjigjesh, ai të tingjizon. Në telefon që thotë ja, unë s'kam mbar gjak, nga kërcënuar vetë. E dashur Drita, gjatë kohës që vajza ishte në bashkëtesë me partnerin e ri, djalin e mbante ajo, por Edvini vinte e takonte djalin, pra kishin probleme për takimin e fëmijëve? Ne fëmijën e kishte me anë të gjykatës shtunën e parë, të dytë, të tretë. Të shtunë në orën 16 ta merrte, të diën 16 ta sjellte. Por kur unë e shpinja djalin në takim e merrte. Gjithmonë kur kemi dashur ta marrim fëmijën, e kemi marrë me luftë në polici se nuk na jepte fëmijën. Nuk e kthente. E di shumë mirë. Kur sapo kishte ardhur Drineda nga Turqia dhe nga mjekimet ishte bar myku, i kishte marrë komplet të brendshme të myku. Dhe vajzën time ka marrë nga zvuzja dhe buzët vajzës time, kurtuan me pambuk me ujë, se edhe ujë se pinte dot nga myku. Ja kam ndërzu në Korçë fëmijën, se në Korçë isha dërrinim, e merte. Dhe ku ka ardhur masite, nuk ma jipte fëmijën, dhe poshte, të bita mere jama. Ori thoshte i fërmërusit, është shëmur, plisën, folin në kamër, me ti me pi, që ishe shtri, dhe ta sirën e barren, dhe ta marrë fëmijën. Turp t'i vi. A i vetëm baba nuk ta sirën e barren, ta mirë të djalin vajza. Drineda jote e shtrenjtë u largua nga kjo jetë, nuk mundi do t'ja dilte. Me sëmundjen e rëndë. Djalin e mori babai? Që ditën e varrimit. Ditë më përpara se varrimi. Para se të vdiste. Më përpara se të vdiste. Drineda, se ky kur iku vajza ndej hapi gjysh për të marrë komisarinë e djalit, sikur vajza kishte braktisur fëmijën. Të tash pinte djalin ka zonë plerave. Edhe kish hapur, vajza në Turqi kish hapur gjyq, edhe kish babilem shpitja. Dhe zashën për zotën ma bukur se ka, nuk ka, se njëri ma që shpit, edhe vetë kënishtë edhe vetë a i e beson vetë. Dhe njëri që nuk e di si kush është e beson. Dhe çfarë ndodhi pas vdekjes vajzës? Djali kaloi me babai? Drineda në gjyqen e fundit që kishte marrë me fjalë, e pa që ai nuk ja doli dot. Po. I rregulloi marrëdhëniet me zotni Edvinin. Të kishin hyrë dalje, kishin një të minë mes, mami, ti dita që janë tha smundje këto dhe smundje, janë tha sot për nesër. Dhe dua tha që t'ju lesa në paqe, mos keni punë për policinë për gjykata, se tha ti dita kush është ai. Qartë. Po, ashta e ti, ashta nipisa, pra kam tha djalin e mes, ta nëmta që
tini të keni hyrë dalje, tha. Jeta se sigur o Drenet, po sa mam se ka ndryshu, sa jeta dhe palet ta mami, sa 5 baktet. O Drenet, je sigur, po sa mami. Pra, nuk u martua Dreneta me Edlina Abdiun, që po e të ndonë zotnia. Si ishte i rregulluar marrëdhënie. Para sa e të vdiste. Që fëmia, ti që të ketë edhe nanë, edhe babën kur dilin për kafe. Ti është pra vinte në kord, shkon të Dreneta, ja të fëmija. Dhe sa mam të vdesë gjitha se do vdesa për gjukata, sa mam turp në për gjukata se do vdesa. Se një të rahata për gjyqe. E qartë. Dhe ma ka marrë djalin, para se të vdise Dreneta, e vetën telefon, hajde të babi, o i thosë se, po mami është shumë keq, po që të bash mami ti, hajde të babi, ikte djali. Ma ka sill djalin 3 orë pas se të vdiste Dreneta. 3 orë pas se të vdiste Dreneta. Ka vajtur e ka marrë i mbirë, ka dhe ai. Ishe dhe kitën e varrimit. Ta se rregulluar marrëdhëniet, hynte, dilte. E qartë. Po jo se u martua Dreneta, as nuk bashkëtoi Dreneta, që pretendon zotnia. Si është rregulloi marrëdhëniet. Për hir të djalit. Po. Dhe ma ka sjell tash 3 orë pas se të ndroi jetë Dreneta. Dreneta i nuk ka ndruar jetë në një korrik, ora 15 në gjoksin tim. Ka thënë në polici që unë kam jetuar me Drenetën. Kanë gjetë certifikat falso martese. Dhe unë e kam quajtur Drenetën te mamaja atij se e asaj se na kërkuar Dreneta që do të më shpesh se do të vdeste mami ime. Nuk është e vërtet. Mua, doktoresh Gerla Koleci, me kolegët e asaj, pra stafin e asaj, vinte çdo ditë që më viziton të vajzën. Dhe doktoresha, i thonë profesore, të të shejun. Ka ushet e makollore Drenetën time, dhe doktoresha. Unë do të njës fakt e ty. Që po ma ban gati doktoresha të gjitha, vërtetimet të gjitha, sa dhe në atë moment që do t'i marrë kam për t'i nisur në ty, që të besosh. Por, e dashur... Drenetën time e kemi marrë me morfin dhe nusja ime. Vajzës time e bante morfinet nusja ime. Jo e të vini. Që më ka plakos për herë të dytë. Dhe për të marrë makinë e timbirit, makinë ma ka sjell djali nga Belgjika, në dhjetor të 2022-shit. Po pse, tani të lutem Drita, se që ta kuptoj problemin. Pasi vajza vdiq, ai çfarë pretendoi? Që ishte rimartuar me vajzën tënde dhe kishte të drejtën e çdo pasurie që kishte ajo? Ai pretendon të është martuar me vajzën time. Dhe të marrë makinën, edhe më takon edhe mua dhe timbiri. E ka pa falso. Unë kam bajtur të noteri dhe i kam thënë. Të lutin e kam thënë. Dreneta ime nuk ka lënë gjë pasuri që të hapet trashëgimi. Dreneta ime me të 54.000 lekë të vjetra kemp. Po. Dreneta ime jetonte me mua, me burrin tim dhe me fëmin e vet, derisa ka mbyll syt burri im. Pastaj jetonim të 3, unë, Dreneta dhe Nipi. Qira në shtëpis e pagonte bashkia 120.000 lekë të vjetra, ose 12.000 lekë të reja, dhe 50.000 lekëshin e pagonja unë. Që janë të vërtetuara, e qartë. Po, i kam të vërtetuara që bashkia, i kam këtu. I kam këtu që bashkia ja ka paguar të tjenis, të gjitha që bashkia ja ka paguar 120.000 lekë të vjetra. Por çfarë pretendon? Dhe jeton të vetëm me djalin në drejtë civile, se mas unë da u futën me neve në trungon tonë. Por i thanë që ti të përfitosh ndim nga shteti, pra të paguaj qiraja, po, duhet të ndash nga trungu dhe ishte në trung me djalin. E qartë, më jetonte me ne, trung me djalin. Por tani ish burri saj Edvini, çfarë pretendon? Që kjo makinë... Tani pretendon të marrë makinë e timbiri. Se të ashtë prone e gruasime dhe më takon mua dhe djalit në trashëgimi.
Ma si makinë i thoshte Timbirit. Ma si makinë do të kalë në burg. Se më tarakon mua dhe djalit, të këtë shikimi e Drinetës. Se unë isha në Greqi, me datë 23 shtator, ka arë policia, më ka marrë djalin. Po. Më ka da 2 fëmijë të mitur me soborit, 17 muash dhe 20 muash. Kanë qenë fëmija vetë në borë, kur ma kanë marrë djalin. Por pse, ai sot nuk të lejon ty drita të takosh nipin, djalin e Drinetës? Unë djalin e takoj kur kam ditë pushimit e sporti, se kam me sportin, se sa ishte Drineta gjallë e aktivizon të jetën e nipit tim. Me sport, me kurse, me të gjitha. Po. Me të gjitha. Dhe të gjithë thojnë, nuk ka nën të dy tot si Drineta për familjen. Nga krevati i vdekjes qoshte dhe qonte dhe sportin Tiranë, se as gjete 25 kombëtare për moshatarët. Po. Na ka marrë që ditën e vdekjes, na ka marrë djalin. E qartë. Dhe të shi djali shumë rrallë na shkruan. 3 kasetit më shkruan djali. Të djali nuk e pa shkruetur. Unë ku isha në Greqi, nena kur do vishtur se u thava, më ka marrë malli. Nuk do kthesha nga Greqia. E s'kela fare pasaportën. Nuk do vinja. E tash unë se kam Drinetën. E titin tosh se kam në shtëpi. Se të shkoj. E kam shkel. Edhe kam marrë 600 euro job, se nuk do vinja ma. Të një pretendon për makinën. Ka falsifikuar dokumentin. Ka ba vetë deklarim. Se kur Drineta ime e vdekur, e ka vetë. Me anë të së cilës, në qalë, vetë deklarimin e humbi se lejtë qarkullimit. Me anë të së cilës, vetë deklaroj, të shtetës e Drineta nësi ma vdi, të ditëlinjes 25/94, vetë banim të bolë, baza i tonim në korë shëndjenjë civile, ka paraqitur thosh, me datë 11/9/25, në prakomisatit të dëbollit, vetë deklarim për humbjen e lejtë qarkullimit. Me datë në 11/9, kur Drineta ime ka vdekur me një korrik të 2025-ës. Direkt, 2 muaj e 10 ditë plot, afshupazime nga barri dhe ka ba deklarimin që ka humur lejtë qarkullimit. Kjo është turpshme. E dashur Drita, unë më vjen shumë keq, sinqerisht për gjithë të histori që dëgjova, një nënë e plagosur që ka humbur vajzën në kulmin e moshës dhe tashmë që përballet me ish dhëndrin e saj me këto probleme kaq të ulta dhe ordinere që ai person bën ndaj jush. Masi kam marrë dhe kam gjetur, kam rëmuar zyrë më zyrë dhe kam gjetur këto. Se ai thoshte për mirë tyre, nuk e dita se unë të gjej dokumentat. E thosh ashtë e imja, më takon mua dhe djalit. Kam thënë, si ka mundësi, tash kur Drineta ime nuk ka lënë të arshigimi. Drineta ime merrte 54.000 lekë të vjetra pension. Janë 60.000 lekë, ta 60.000 të rëmuar kosin. Drejtës time, 160 1 lek i duhet se vetëm për lotin artificial. Që merte. Se pas transplantit, drejtës time ja preku syt. Ishte drejt vërbimit. Ja preku mëlsin dhe mushkrit. Mutët e mia, që i falenderoj nga shpirti dhe inshallah Allah janë ndihmoftë të dyna ndonjë, ja blen aparatin oksigjenit në shtëpi drejtës time, se nuk rrinte pa oksigjen në shtëpi. E qartë në momentet e fundit të jetës. Po. Pra zogja, mutët e mia, një kanë drejtës ime gati, mutët, nipat dhe mbesat. Kam shku në ishujt e Greqisë, ko janë kufi me Turkun. Kam punu të qyja drejtën time në Turqi. E kuptoj, sakrificat e një nëne për të shpëtuar vajzën, por që... Kam shku me fjalë, kam punuar kudo për drejtën time dhe për nipin tim. Se 80.000 lekë, nuk i dinë që në rekitit tim, që i të ajo është një morë, rrinë 75 të vajzë, se 5.000 lekë që janë të komisioni i bankës. Dhe tani me sa kuptoj unë, Edvini kërkon pasurinë e gruas së tij, kundërkohë ai ka qenë divorcuar. E qartë, e kuptova. Unë kam mbajtur tash te noteri, kam thënë, si ka mundësi tash, vajza ime nuk ka lanë. Unë nuk maj përgjithësi, unë do të lidhem televizor në polici dhe shkudo. Unë nuk maj përgjithësi më zojnë. Zotnia ta Edvina Abdi është moshë mallore. Çfarë ka thënë ai? Kam shkuar tha unë.
E qartë. Ke një mesazh për ish dhëndrin? Kam shumë mesazhe. Dua të më rri larg familjes time, larg djalit tim. Makinën më ka sjell djali im, zgjaku dhe djesa djalit tim. E ka bler me mund, djali im e ka treguar vetë në polici. Makinën e ka sjell tash në dhjetor të 2022-shit dhe në 2023-shin ja ka dhënë motrës vetë se ka qenë invalide vajza ime. Nuk ecte dot. E qartë, e kuptoj. Një makinë e bler nga djali juaj që adhuroi të motrës së tij të sëmur dhe ai sot pretendon që është pasuri e tij. Ka mbajtur noteri, ka shkuar te noteri për të bërë një fjalë, dhe çalin te djali në përdorim makinën dhe noteri ka thënë nuk lejohet as në përdorim në as dhurim. Por të bani akt shitje, nuk do merrni lek nga një tjetri që jeni varë mot, jetoni me familje. Dhe ditët që më ka vdek drejta ime, ka qenë në makinë, se printe një pimë në makinë, e ka marrë akt shitjet, që kanë qenë një matë dhe kopjën e vetë të Englandës, aty i manim dokumentet, i ka dhejë. Nuk kujtua për të duar se nuk i në Gjerman ato. E dashur Drita, mua sinqerisht më vjen shumë keq për këtë histori, uroj që Edvini t'i thrasi pak mendjes, ka humbur nënën e djalit nga kjo jetë dhe pretendon dhe merret për të përfituar makinën e të ndjerës. Është e turpshme e gjithë kjo histori, uroj që ai të reagojë. Dua të t'jap ngushëllimet e mia të sinqerta për humbjen e vajzës të bashortit. Uroj që dhimbjen ta kthesh në forcë dhe drineta jote e sigurt është atje lart tek Zoti, thonë që njerëzit e mirë Zoti i merr pranë vetes, si bën ëngjëll. Shumë faleminderit. Të përshëndes e dashur Drita, mirupafshim. Të përshëndes shumë faleminderit. Ishe e gatshme për të ndihmuar. Uroj që zëri juaj të dëgjohet nga kjo dretare. Edhe unë ju përqafoj. Suksese në punën tënde. Faleminderit. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar, kërkoni që të jeni pjesë këtu në live me Odetën. Mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund të më shkruani edhe në faqet e mia në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite jam live me këto histori njerëzore. Faleminderit që më ndoqët dhe ritakohemi nesër.